Pasi pushtoi Krujen, brenda një muaji Skënderbeu pushtoi kështjellat e Petrelës, Gurit të Bardhë, Stelushit, Modricës dhe fortesën e madhe të Svetigradit në kufirin me osmanët. Tashmë nuk kishte më kthim pas. Si provë qëllimeve të tij, Skënderbeu rikthye në krishtërim. Kjo nuk ishte thjesht një lëvizje diplomatike. Pas kësaj, vjen një kapitull i errët i kësaj periudhe. Kolonët dhe të konvertuarit në musliman uftuan të zgjidhnin ndërmjet krishtërimit dhe vdekjes. Pjesa më e madhe refuzuan kthimin e të krishterë dhe u masakruan pa mëshirë. Masakra e muslimanëve nga Skënderbeu edhe shqiptarët justifikohet nga historiani famshëm shqiptar Peshkop Noli me fjalët: "Ky nuk ishte një akt i panevojshëm e gësie. Sipas standardeve të kohës, kjo ishte një deklaratë për luftë të shenjtë, e shkruar me gjak. Kjo ishte një luftë nga e cila nuk mund të kishte kthim. Skënderbeu po shkëpuste lidhjet me të kaluar."